Mashallah, nga unë që ashtu s'di se ma kom ka pas thani tezja jam, po unë që ashtu nuk di. Ja, se unë të kom kallëzu që kina me dështuna për iftar se jena vonë shumë. Kështu kur se mërë dorën, e të thojnë bëni kulesht në të vogël, ti bënë më të në varë. Ako bojru? Au lodhe, mirë, falemderit, hajde. A kënë nisë në visila me bëjë iftarina? O, vish kina më bënu pak. Baklavën e prunane. Falemderit, shumë Allah të Ne shpër ka levë. dhonë Shej Fatima fondacioni sot. Okej. Ato mantija bashkë edhe Me mantija kina me Kështu që të bo bashkë dashur kismet, shikus që me inshallah. bo mantija bashkë me amberën, kanë më napo njerëzit ndryshe, tu gatu me gjithë se mu ka pas raste që më kanë pa. Okej. Përveç mantija, çka kemi me bo diçka tjetër? Se na morë vesh mos më bo shumë të lashtë. Po, nuk e kum rënu shumë, du mi bo veç do ka qika me një rist bardh me një pilav, do mantija, salata djatha, qito që a i kena në tradita, Që i kur që kena diçka jashtë qasajna, qito të shpis. Atëherë- Unë e të nxesë që ta me mani mu pak, se vetë s'ja dal. Pas ke zgjedh këtë celet e bukra. Unë e këta tani ta fali, se pe di që ti ki qef. Kom qef që shtu ku të shkoj me morë na i senë. Me të me të kujtë e mani, pse jo? Edhe du nami gatu bashkë të tane, pse jo kismet? Du nami bo do mantija, nuk e di ka shumë regione kënejka Kosova që nuk përbëshin shumë. A ta shot që i bëni ju se ti më thëmë më do këtë që kulesht vogël i ndona, po. I ndaj pak ma të mdhaja, edhe i ndaj, do me thonë, 4 vena. Prit, Që të brumë 4 vena? Jo, prit qëta shtregoj. Për Milan ka, që shumë bjen, do me thonë 5 kësi du nami pas, pak ma të vogël, ka 7-8 peta që ashtu diçka. A veden? 4 në fakt, jo, Më 5 që po ditë 4. që e mësoj. Po des është zërë. Qysh ka lut ju Në sot ka rëndësi ketë që pjesë keni morja. bo? Me do angazhime, me punë. Gane, të bëjmë në orizin, deri sa ti bëjsh prati që ato, pështin furë që qëta mës ta kom obligim. Sa kule që ki me rëndësimi pas, zoja shpis. 40. A i na të hollu baklava, Jo, po tani ato veç i bëj kështu këtë vogla, mos stanin ty se me pas ditën e ta kësha mësu stilin tem të E, valla. mantijave, me të kursy ko se koha është Po bani pare. pren stil tonin, hajde bani për Jo i lina. nisa më tash. Qysh i bantin ato petat e mdhaja? Po petat e mdoja dhe kur të palohen, i njëjti rezultat del. Mashallah, nga unë që ashtu s'di se ma kom ka pas thani tezja jam, po unë që ashtu nuk di, për një me. Ani unë ta përcjellin një video që është bon, hëtë edhe të mësohesh. Ja, se unë e të kom kallëzu që kina me dështuna për iftar, se jena vonë shumë. Na mujnë edhe me pi kafet edhe me prit bukën. Kunin shumë të bukur. Po, Deri sa të pushojnë kulesht, sa minuta i le kulesht me pushu? një 10 minuta, 15 Deri sa të pushojnë kulesht, dalim pak në Teras. teras të shohim. Terasën time. Edhe sa bukur do këtë edhe me i hap pak porët e mendimeve e të muhabetit. Pa gaje bre se ja bojmë diqysh. Kështu kur se mërë dorën, e të thojnë bëni kulesht në të vogël, ti bënë më të në varë. Ti zoja i motor, ti ki ti, kjo punë është nashta profesioni jote. Gatimi është artë. Po, a e din ti që une, do me thonë, disa kum pas nanën gjallë, unë s'kum gatu korë. So që ku mbo nami Përvoja nësone, jame po... gatimit, ka ndodhë një vit masi që ka vdek nana. Më kum gatu gjana shumë thjeshta, makarona, speca, ve, po nuk kom pas hapsir me gatu kur gjë ma shumë. E kur të mësohet njëri prej zorit, unë mendoj që nuk mësohet mirë. A di që është çështja, disa gravu më ka ra me dëgju. Ma përpara është në gjendje me bo një lazanje, një gjellë që i lyp 500.000 hizmete, se sa me bo një pite. E mu nuk ma kap trune. Unë i bëj 5 pite lirisht ma mirë se sa që e kësha bo një lazanje. Hajde dalim pak në terasë, edhe mere do ajrë të pastër. A do me thonë është e vërtet që maca pi Gane më ka kati ra me prej ras. katit 6 edhe nuk e kom gjetë dikun pravarësisht 6 orë. Kur e marrë për punës kjo veç qekjo tjetra, mos të totë si. Hajde haver se fort, bës kokësha. Hajde po Kjo është njoftohëm. mia. Oh, po e mirë. Ue, qëfar atë është bre se fort Kjo kokën. është British Lancashire, kjo i donë musafirët shumë. Në ekstremisht i donë musafirët. Me priardhje shqiptare, gara. Jo, si. Me kanë shqiptare si shkon ka që mirë. Si kërë është më zafirët, a? Po, zakonisht Që kjo? Qëtu i kanë këto shtratat e veta. Mu ka dash mja mbyll këtë hapsiren se ka pak rrezik me mra, në patron jana. Mu ka dash mi pagu këgja shumë për mja shëru se u thynë 12 vena. U thynë 12 vena, e u qkyn këtë pjesën për para thuja se krejt. 3 mujt dit mu ka dash mu shëru qëto. Që kjo më ka ra. Edhe... Sa je emocionalisht e lëth në të? O, zot, nuk e di O që shë ndjejnë macat dashni. Nuk e di ka i sen që muna me spjegu qëfar dashni e kam për macat. Edhe nuk e kom pas që dashni deri në momentin kur kom fillu me kuptu që jo krejt njerëz të mendoj njëjtë si ti. Kam fillu mi keq përdor, mi keq kuptu disa gjana edhe unë mendova që qëta shka ardhë koha që me u marrë me diçka për të njeriut.
që den me t'u falenderu edhe pa të thonë me gojë falemderit. E di që shkencëtarisht është e vërtetuar që njerëzit që kanë probleme me zemër, me majt macat, domethënë e ka një efekt pozitiv. E kanë këto një farë gërgëri që e lëshojnë. Se zakonisht natën. Në çfarë momente e lëshojnë çat gërgërin? Kur janë shumë rahat. Kur janë shumë rahat që kanë pushuar. A ka mundësi me bë gërgër të lutna, mundi rahat me mua? Se kjo hala e ka instiktin e nanës vet, e gjen te unë, vjen ma qet kryt qito, edhe ja nis e lëshon çat gërgërin. Çaj gërgëri që e lëshojnë macat, arterien e zemrës, qarkullimin e gjakut në arterien kryesore të zemrës e mundson shumë ma lehtë. Që kjo është dallimi. Mandej macat e detektojnë energjinë e njerëzve që i dojnë shumë. Që kjo është temrall ta kështu vetë jo, e ka facën? Jo, ka facën që shtot, sytë mijës janë herë gjelbërt, herë të herët, herë të kuq. Ka njeri bohen të kuq, krejt mija shumë dashuri. Asnjëherë s'm ka bo problem. Kur. Por ndryshe kjo është pjesa e Prishtinës që lidhet pak a shumë me Velanin, pedine. E interesant kjo këtu po do këtë si shtëpi. Po. E kum kriju një qasë ambiente. Po do këtë si shtëpi, por realisht edhe pamja e banesës është si shtëpi. Që kjo më banë mu mos me jap këtë banesë edhe pse është pa lift. Gobleni, shehe goblenin. A goblen që donë ta fali qëtash. E ju gra keni që nis goblena, a i runi me kujtim goblenat. Goblenat realisht o kone pa mundur ti me u bo nuse e viteve të 90-ta, deri mas luftës, edhe mos me punu goblen. Më kujtohet si fëmijë, kur e bëjshin motrat e tona shezin, kisha qef me participu pak, me qëndisje, por realisht e kanë vlerën edhe peshën e vetë. A mendon që kanë qenë humbje kohë pak? Ato i kanë bërë 2 në 1. Mazdarke nuk kanë pas internet, o kanë gjendje me kqyr një serial, me kqyr televizion edhe me qëndis, kur janë kry punë të shtëpisë. Në atë kohë shumica e grave nuk kanë punu punë administrative, po më në jashtë shtëpisë. Edhe momentin kur janë kanë brenda tash imagjinoje një të shtunë një dille e ki pushim, edhe çka jenë gjendje me bajë, gjendje me dalë, me shëtite, me kry punë të shtëpisë, po me pas çat rutinë në vazhdimsi edhe gjithmonë, natyrisht që del kohë për një kreativitet. Kështu që kjo ka kreativiteti i kohës, o ka një mënyrë përmes se kanë shprej artin edhe, po menoj që për to, në rrethonat aty da kanë idealja. Sot me punu goblen, po besëm që të qetëson aspektin psikologjik. Unë kom punu dimrit me krabza, i kom punu dërshalla e më knaq. Nëse një pjesë më kanë me të në gjysë, do i kom përpunu. Po menoj që ajo është një farë relaksimi, një farë qetësie shpirtore. Aty mbrana sa shkurtina tregoj është një që e ka bu nana eme dhe e ka marrë ato e ruj me fanatizëm. Për ndryshe edhe që kjo është shumë e vjetër, është një llam që në kohën e kaluar e kanë përdorur në përkullat, është komplet hekër. Unë zakonisht verës këto dritat i dhezi janë me kjo e dhezë qirin edhe bëhet një ambient shumë i ngratë, tepër në ekstremisht. Verën unë e qëtu e flaj, hapi, ri, dhomat mrena janë thujase totalisht pa përdarta. Krejt punë që të kryen. Kjo një bashkë e vogël, që dyqysh po të bën me uni shumë mirë edhe ma ofër qiellit, dyqysh po të alen atë përshtypje që... Edhe është e kam shumë privatësi, do me thonë kjo pjesë është e mbyllët, kështu që kjo pjesa tjetër është e mbyllët. Atje është e pamundur më dokë se është hapësira këgja e naltë, privatësinë e kam... Do me thonë që mundesh me ndajt edhe pa shami edhe... Kjo më banë mu mos me lanë këtë banesë, për ndryshe ma t'i kisha ikse për shkaku i liftit e pesa e fështirë është, po jo besa dizajni ose qysh me thonë mënyra që i kanë ndërtu shkallat, sigurisht e kanë një ndikim se për ndryshe në mrina katin e 6 minutë që ku marrë të i treti. Po dhe në varet dhe psikisht pa kur e bin vetës, unë e tash mësu vënani shumë, mësu ngot një shumë që e pëllujnë tash këto. Ka të vërbanesat e reja din me ta... Momentin që i bojnë që to gjeste, që lëpihen, këto janë relax. Nuk është që... Thonë ju ka pëlqy që ku marrë dhe. Shumë. Nuk është që ka najfar trysnie. 2 i kom rana, ato nuk dalin. Edhe 2 maca tjera i kom rana. Ha, që dul, a për që ka reflektu energjia. Kjo është mota asaj. Asoj lalës, që ka emrin Gjiba, ajo ka emrin Lala. Se qëllimi ju konë mi alon kësaj emrin Lara për shkak Larave që i ka, edhe kësaj Gjiba për shkak se i ka ngjyra ze dhe bardhë. A është vështirë, a të bojnë telashe për pastrim në shtëpi? Se zakonisht njerëzit që i shohin macet mendojnë që është vështirë me... Po normale është, do me thonë qatë fshisën që e bujnë ana për veti, ka mundësi që pak do zale qesin afër tualetit. Për ndryshe, mënyra që e bujnë nevojën macat është instinkt që veç një zot ka ditë me bo. Hinë e bujnë nevojën është ai zalli vetë, që unë javë mushi ka 20 litra thuja komplet vecin. Edhe këto qarë krejt e mbulojnë, me dur krejt që mos me pas as aromë. Edhe
Instinktivisht e kanë, domethënë Zoti ja u ka lënë që mu ngri që ajo nevojë, me mbulu me dhe që mos mi u lanë njerëzve me ndigju aromen e tyne. Është shumë interesant. E di që i lepin komt në momentin e kontaktit parë me baltë Ma ose të me... pastërta është, për shembull, e kanë dikun orën anë gjysës së 10 që këto përgatiten me flajt, e lepin veten komplet. Më bëjke përshtypje qysh e lepin ftyrën, e lag dorën edhe me dorë i hin ftyrës. Përpara kishin shfrytzu pështymen e macës për mi shëru plagë të ushtarëve. Domethënë çaq që është shëruese dhe çaq që është e pastërt. Kur kanë pas ushtar plagë, nuk kanë pas mjete dezinfektimi, edhe i kanë qu zakonisht afër macave. Macat i kanë shëru përmes pështymeve vet. Mrekulli e Zotit. Nësë më që thuni tash mja njës shikus me thonë jopë se për moj ka moca, jo amrin me pas pastërt, jo tash i preket mocat kini me gatu se na dur t'i pastrojna. Edhe mocat i dojna, a i hajnë mocat mantijat? Jo, nuk e hajnë qa ka Tash kep. t'ja bëj kështë pak ma interesant. Nuk e hajnë kepën, qa ka me kep nuk e hajnë. Edhe do me thonë nuk është, po është puna që na takohem edhe pa dalë para kamerës. Po prapë edhe kur po transmetohen senet, edhe në fillu me pyet edhe për qatë njerin që u transmetu, që u dalë, që çka po bën, çka pi qetë, edhe që ka pas një farë interes. Mos po domin dur, qështë të pahirin gjep ty ma. Unë ju ka zë drejten u vonova pak qëllimisht. Thash, bine me pështu bishtin e Qakovari edhe energjin e kurse veç këshyre. Teqës tja, po dhe se... Jo. Se e di qa që jam piram përsen, po e di që ti jo. Se ti do me thonë, sa është dhirë në aktivitet. Vitin e kalun e din, e kena dëshmi atë storjen. E kanë pritë shikus. Shumë mirë, e di gane, unë e kom bu kumpira, kom bo Zakonisht sallat. unë se prënë për diçka. Po bëja i gore, jo Ani që po ta gjena një punë. Jo, shtash pi pastroj durt edhe... Jo që bëne sallatën, Tash klane. kime dalë mi po mocat, osat bu. Mi po, me gjam. Mi prek. Jo, s'ka që ashtu. Për me gjama proshë, aty që i pak perdën, se pa i Ander, prek unë i jo. bona dëshirë, shtu s'kam shabë. Edhe dhe një manti ndreqe. Që? A besoni, ta kësha ditë biri isha ardhë me mësu me bu mantia? Sa s'dena? Jo. Qfar fatkeci Unë i e bëj, po gane. nuk i bëj me kulesht baklavës që shtu me 10 sahat të maru mantia. Jo, valojnë, po qështu i kam bo dhe këta që tregova, po jo, motër, s'ja mantia që ato. Okej, hajde, vjen e hantit e në mantijat e mija, shohim tani vlera e bën vlerësimin bashkë me pejonë. Hambesh Zotit ashtof bereqetin. Amen, inshallah. Allah të shpërbleft. Inshallah ka kjo shpi gjithmonë. Amen, inshallah. E na e bojna duan, u lagën venat, u shuajetja, u realizua shpërblimi inshallah dhe po fillojna me bismillah me i shiju këto të mirat Zotit. Për kretë ata njerës që pritojnë me nis me agjeru shevalin nis njerës se si t'ja nisni mos pritoni tani. Dikush ju thirë gjithë qysh njiftar. Allah ja u pranoft inshallah, faleminderit shumë që keni gjetë këtë ditë me ardhe tone. Me ëndje i kom pakit emisionet e juve. Në sinqerisht knaqna kur ju shoh edhe ndjeja ta fërsin, ndoshta puna e islamit, pak ma butësi që keni edhe unë nina shumë rahat, mjafton mi u pa dhe jo jam pjesë e juja. Edhe mos mi harru qëto tradita asnjëherë se sinqerisht vetëm me çto na kanë met. Ta shumë kush po na thirr. Ta shumë kush po na thirr për sheval që në Ramazan vërsheshin ftesat. Jo, në të vlera s'kom rri me shku, kjo i thirë shoqet më thirë edhe mu, unë pa ta thirë musafir. Bona përpjekje për me shty për sheval, po nuk mu aprovu, jo prej vlerës, po prej grupit. Kështu që tash me gjas kom zonë taksirati mu me i thirë në sheval, po e kom njetë me bon kriter kështu, ato që dojnë me arë, duhet me qenë agjerushëm. Do më thonë mos me gatuan edhe mu lodh pa qenë agjerushëm. Kështu që te Problemi të janë të më shumë. Po fiks që atë është, se synimi edhe te nis me kafe ambira. Po, Se mu kafe asë sytë me qelë. realisht e nisa pak ma herët, po pak u vonuna për iftar, do të më po realista. Ma bo halal, po koha ke shumë tepër e ngusht, edhe kolonat e juja edhe koha jam që u dash më këthy prej punës, si do që tjetë shpresoj që në shpërblimin Allahut kena me marrë krejt pjesë edhe u bovë sebeb kjo iftar më të Edhe po shpresoj që mantijat kanë dalë të mira. Po dogën të mira, qa ka ndonë se di. Me mesht pa kavërdest, mantija s'kum bo kur S'ke njët. bo. Që gjithë e kavërdisi mishin edhe të këgja shumë. E mandej i gatuj mantijat, po dirisa u pjekshin, e pashin është ta mishi pa kavërdis, lëshej ke lëngë edhe mu doke që po dalin ma të mira. Edhe beso që po... E kom provu dhe me të kavërdist, po jo, nuk e kanë shije në njëjtë.
ma të langshme, ma... Mirë Allah, që përbleft e ta shtavët bereqetin. Amen, bafri. Thënë që dyqysh mindzje kom prit që ditë edhe pse krejt për kena punë e sene, po prap se prap dyqysh kur është që ajo ngrotësia dhe qefi me shku diku, gjithqysh e gjenë kohën, edhe pse unë e di që gonja, kur ka me bëna i si organizimi gjithë, më thirë para kohës për më mështi me punu në e sanë. Sot që kena vënu veshin. Edhe e kena lënë tash pjesën e rahatimit mas iftarit. Allah që përplet gane për edhe ty për angazhimet që përbën me qëto se seriosisht. Po prap se prap edhe kur po transmetohen senet, adin... Pe jep një farë vibe ndryshe, e vërtet. Po jep mesazh të mirë, ndjesi të mirë të njerëz. Unë e di vetë kur i kom këshur që ato iftare për mënej gjatë Ramazanit që i ka pas gjerimet, më ka ndodhë bile ju kom tregu kur kom pas musafir dhe ja kanë resi, edhe ti që aty automatikisht ajo mëson diçka, jo veç me gatu, po këto kanë bu biseda, mënej u shku aty një mesazh, një adin për mënej që... Biseda ato na kanë qenë kryesisht për macat, që unë i kam pjesë tjetës tam, ti nuk kishe pak ma herët. Asnjëherë nuk i ndaj prej familjes, ato janë, domethënë, unë veten shpesh e la keq për Milan ato rahat. Ndodh që kur kthena ka njerë prej punës, janë trijat flajtëm qëto, sokoli që aty dikon, unë e duna mullin tokë, së s'mojmë ja u prish rahatin, domethënë që të lidhje ka me to. Mu ma ka ndryshu jetën, kështu që nëse dikush ka nevojë me marrë një macë, mos hezitoni për asnjë moment, për asnjë arsye se janë shumë mrekulli. Ama veç durët po të grëthëshin ka pak, a i ki durët të grëth tapi vetë? Ka arsye se i kom ngucë. I kom ngucë për ndryshe jo, nuk janë shumë dënshme. Tamam puna heq. Jo po, pak po i kanë këto do fazat veta që nuk ban mi. Për ndryshe dashta me ndodhe një diçka të çështja e iftareve, po më shkruan në Messenger njëna, tha të lut na mundesh më përgjigje çështë diçka, tha se po do më të pyet diçka. Por, no, thashë, pas ka një farë të lash, a di se unë jam shpesh herë edhe lidhë se në mes njerëzve dhe psikologëve, e di me bo një farë orientimi, eventualisht doktorave. Edhe thash, po, tha, të kom pa me një iftar, tha, dikon ke qenë, tha, më pëlqyn te për shumë do filxana, a mundesh tha me pyet ku i ka blet, tha, a di, kesh ekstreme lodh. Ti e konë që aty dhe a dishesh për shumë. A di veç më ka kërsit filmi pak edhe ja kom shu, thash ti hon kësha gajle, ta për se nuk dita që kam edhe ajo po kesh tani ja me din. Ajo qaqe ka Nashti më konë gjendje qëtësi edhe pushu shumë edhe one, kisha menu për filgjana, po dëqyshit s'më do që kemë momenti për shtatëshëm. Për ndryshe për janisë me shju bukën, të dashur shikus, unë e falenderoj Zotin që ne i ka bërë risk me ardhë, as pari me agjiru, në Sheval, e me ardhë të ambira, me bo muhabet, me ofru diçka ndryshe. Ta shkom nevoj jashtë ta kamerave me ishi ju këtë mantia, se pas ka ndollë të butat mira, mashallah. Vish ju boft mirë. Kur doni e hapun gjithmonë për juve, ju thash dhe ma herët, terasa, privatësia, kemi që ka bojmë, kështu që kur keni qef, pa tjetër. Të shtovët bereqeti.